Mbi 1 milion denar mbështetje financiare ka siguruar Komuna e Çajirit nga Biroja për Zhvillim Rajonal në kuadër të programit për zhvillim urban dhe zhvillim të qëndrueshëm. Nga komuna thonë se mjetet e siguruara do të shfrytëzohen për vendosjen e kontejnereve nontoksor për mbeturina komunale në rrugën Metodia Mitevski. Nga komuna gjithashtu ka njoftuar edhe për vendosjen e 40 shportave të reja për mbeturina dhe paralajmërojnë edhe vendosjen e 120 ulëzeve të reja në hapësirat publike të Çajirit. Kryetari i Këshillit Komunal Muhamet Murtezi tha se aksioni për vendosjen e shportave është bërë në bashkëpunim me ndërmarrjen publike Higjiena Komunale dhe ndërmarrjen publike Parqe dhe Gjelbrime. Dje dhe sot janë vendosur 40 shporta për mbeturina në lagje të ndryshme të Çajirit, duke shpresuar në këtë mënyrë që bashkërisht të kontribuojmë largimit të mbeturinave nga rrugët tona. Ditëve në vijim do të vendosen edhe 120 ulëse të reja, ku qytetarët do të kenë mundësi që të pushojnë gjatë daljes së tyre në natyrë. Murtezi ka njoftuar edhe për vazhdimin e aksionit të largimit të veturave të braktisura dhe lirimin e hapësirave publike, po ka njoftuar edhe për vendosjen e kontejnereve special për mbetjet e kurbaneve me rastin e festës së Kurban Bajramit. Ndërsa me rastin e Kurban Bajramit në 5 lokacione të ndryshme do të vendosen kontejner të veçantë ku qytetarët që thërrin kurban do të mund të hedhin lëkurat dhe mbetjet e kurbanëve. Gjithsesi do të njoftoheni se ku do të jenë këto lokacione dhe vërtet ne shpresojmë që të respektohet ky qëndrim. Nga Komuna e Çajirit thonë se qëllimi i gjithë këtyre aktiviteteve mbetet krijimi një ambienti të rregulluar, funksional dhe më të pastër për të gjithë qytetarët.